Mirë se erdhët në Rezën ton, në studio jam me Rej Cankan. Ai është një djalosh 17 vjeçar, që ka shumë ëndra, si çdo i ri në këtë vend, që po lufton fort për të realizuar ëndrat e tij. E ka nisur me sipërmarrje në marketingun, ka pasion teatrin, i pëlqen shumë edhe teatri, kështu që të dyja këto ëndra, Rej, sigurisht dhe me ndihmën e familjes, por me radhë të parë me zhvillimin e tij personal, ai ka marrë pjesë në shumë trajnime, kështu që po punon fort për të arritur atë që ai dëshiron. Kështu që edhe një mesazh për brezin e rinj do ta marrim nga Rej dhe do ta njohim atë më thellë. Mirë se erdhe, Rej. Mirë se u gjeta. Kënaqësi. Kënaqësia ime. Shiko, je aktiv në rrjetet sociale, të cilat ti i përdor për të zhvilluar dhe jo për të kaluar kohën. Këtë kam vënë re, ndryshe nga bashkëmoshatarët e tjerë që ndoshta kalojnë kohën, shohin video ndryshme, postojnë, kurse ti je ndryshe nga të rinjtë e brezit tënd. Kur ka filluar kjo sipërmarrja jote, me çfarë merresh aktualisht, çfarë lloj sipërmarrje është, na shpjego pak. Unë aktualisht merrem me marketing, për sa i përket rrjeteve sociale. Ka nisur që në moshë shumë të re, që 13-14 vjeç, që në fillim po mësoja pjesën e algoritmit, të rrjeteve sociale, si funksionojnë. Mëtej ja marrë edhe me shumë, do me thënë, format të ndryshme, për shembull, ja marrë me trading, ja marrë me growth operating, ja marrë me çdo lloj biznesi që mund të ngjoja, e kam provuar. Dhe gjëja që për mua, do me thënë, ka pasur më shumë impakt, ka qenë marketingu, për shkak se kam edhe vite që operojnë këtë fushë, dhe mund të them që 1-2 gjëra i di edhe unë. 1-2 gjëra di edhe ti, dhe ke dhe shumë gjëra të tjera për t'i mësuar, padyshim. Po kush ishte ai personi që ty të nxiti, të motivoi, të shtyu që të merresh me këtë fushë? Dhe ti shfrytëzosh rrjetet sociale në një moshë siç ke qenë ti, shumë djalosh i ri 13 vjeç, para adoleshent, për ta parë ndryshe këtë botën e rrjeteve sociale, dhe jo thjesht për të kaluar kohën, por për të zhvilluar prej tyre, për të shfrytëzuar ato në të mirën tënde. Okej, ka diçka. Unë gjithmonë mundohem që ta rrethoj veten me njerëz që janë shumë më mirë se sa unë. Dhe duke qenë se e kam bërë këtë, shikoja që shokët e mi, shumë për shembull, kishin krijuar diçka për veten e tyre. Për sa i përket rrjeteve sociale ose kishin ndërtuar një biznes, edhe interneti ndikon që shikoja moshatar të mi që po bëjnë diçka, kur unë po rria kot, edhe fillova ngadalë që të mësoja, pastaj ja mora pak më shumë dorën, dhe sot jemi mirë. Kur përmende shoqëria, njerëzit, komuniteti që ne na rrethon, padyshim ndikon për mirë apo për keq në atë që ne do të bëhemi, në atë që ne do të mendojmë, perceptojmë, gjë që sigurisht është një lloj përcaktuesi i asaj që ne jemi më pas. Më thuaj me kërit të them se pushien nuk është kot kjo shpreha. Cilët janë njerëzit që ty të kanë ndikuar më së shumti në këtë rreth, me të cilët ti ndan ditën tënde, përveç familjes? Si që thash, janë shokët, kam disa shokë që janë shumë më mirë se sa unë momentalisht, por edhe pjesa e ekipit, për shkak se ne jemi një ekip, pra jam unë, janë 2 programuesa, është edhe një creative director. Të gjithë bashkë ju keni formuar një Të gjithë bashkë kemi krijuar një ekip që punojmë me bizneset tona, për shkak se unë merrem me marketing vetë. Por duke qenë se janë edhe 2 shokët që janë programuesa, ato mund të ndërtojnë software të ndryshme, aplikacione, website. Personi tjetër që është creative director, ai merret me pjesën e editimeve, me pjesën e montazhit për bizneset, ngjyrat e tjera, dhe unë thjesht merrem me strategjinë. Dhe punoni bashkë? Po, punojmë bashkë. Keni sjell diçka tuajën? Kemi sjell, për momentin punoj me personal brandet ndryshme, pra me njerëz aktiv në rrjetet sociale, që edhe ju besoj do t'i keni parë, po emrat nuk i përmendim dot, janë konfidencial. Edhe me pjesën e bizneseve, por gjithashtu ne tani po ndërtojmë një aplikacion për zhvillimin personal që besoj do vi së shpejti. Më tregu pak për këtë aplikacion, duke qenë se është një startup që ti je duke punuar fort për të dhe është diçka e re, ndryshe nga aplikacionet që kemi mësuar ti përdorim. Kur thua zhvillim personal, si do të ndihmoj aplikacioni tek zhvillimi personal? Unë e pash në fillim, kur nisa, shumë njerëz më thonë që jo nuk ecën zhvillimi personal në Shqipëri, për shkak se shqiptarët nuk duan të përmirësojnë, duan të shohin vetëm drama në internet e tjerë e tjerë. Por kjo nuk është e vërtet. Ka shumë shqiptarë që duan të përmirësojnë, ka shumë shqiptarë që duan të zhvillohen, dhe pse mos atë tregun që është jashtë ta sjellim edhe në Shqipëri. Dhe aplikacioni do jetë
për sa i përket gjithë zhvillimit personal, pra pjesa e dijes, librave, pjesa e trupit, pjesa e lirisë financiare, çdo gjë do jetë e përfshirë aty brenda. Do jetë si një lloj komuniteti. I cili ofron cilën moshë? Të gjitha moshat? Po zhvillimin personal ne të gjithë duam që të përmirësohemi pavarësisht moshës. Pikërisht, sepse ne për shembull mosha jon mosha mund të zhvillojmë në veten tonë në çdo moshë potenciale të para më përpara. Ne për shembull mosha jon synojmë për lirinë financiare. Mosha juaj do më shumë besoj stabilitet, shëndetin, dhe mosha vjetër fokusohet më shumë te zhvillimi i shëndetit. Kështu që çdo moshë e do zhvillimin personal, thjesht janë perspektiva të ndryshme. Është e vështirë në Shqipëri re të nisësh një sipërmarrje të re? Dhe cilat janë këto vështirësi, ose çfarë të është dashur ty të sakrifikosh për të arritur deri tani ku je? Do thoja që kudo është e vështirë, por një njeri të Zotit kudo që ta hedhësh do bien këmbë. Je i Zotit? Je jaft, ke ato kapacitetin e dur për ta çuar më tutje, çfarë të bën ti jesh me vetbesim të plot? Do ishte shumë egoiste nga ana ime, po thosha që jam i Zotit. Për shkak se unë nuk jam mjeshtër, unë mësoj gjatë gjithë kohës. Çfarë roli ka patur familja? Të kanë ndihmuar, të kanë mbështetur në këtë hap? Familja, siç e kam thënë, kanë background financiar, edhe shumë nga termat, domethënë unë që i vogël kam qenë fëmijë shumë kurioz, dhe nga që kam qenë shumë kurioz, ngjoja një term nga prindrit, që janë të dy financiar, dhe pyesja sa më shumë. Edhe nga dal kam formuar pak a shumë atë fjalorin ose atë dijen e përgjithshme. Nda ana tjetër, ti ke pasion edhe teatrin. Për teatrin si ka lindur pasioni? Për teatrin ka lindur pasioni komplet rastësisht. Ka qenë një ditë ku unë ishe në audicionet në shkollë. Kishte nis festivali i gjimnazeve. Dhe unë shkova Ti në gjimnazin Sami Frashi, apo po, jo? Mbarove vitin e dytë. Mbarova vitin e dytë, hy për vitin e tretë. Dhe i kishin nis audicionet për festivalin teatror gjimnazeve. Unë shkova, po shkovëm si që jemi në çunat, shkovëm që shikonim se qa bëhet, etjerë. Dhe kur po dilnin disa nga vajzat e klasës që ne kemi, ne filluam që po qeshnim, po i tallnim. Dhe regjizori më tha të qohem unë, të aprovoj me që po qesh. Unë qova e provova dhe u pranova, që ishte shumë e çuditshme. Dhe e nisa si për shaka, po nga dal më hyri shumë në zemër, edhe për momentin e gjej si një terapi ku unë mund të shliroj veten, futem në një botë tjetër. Duke qenë se ke edhe një vit për të menduar dhe për të zgjedhur më pas rrugën e studimeve universitare, do të jetë arte, do të jetë teatri pjesë e zgjedhjes tënde, ke menduar apo biznesi sipërmarrja? E kam menduar dhe unë futem në Akademinë e Arteve, vetëm qofse brenda këtij viti unë ja dal që të siguroj diçka me jetën time, që të kem një plan B. Shkolla të jetë një plan B për ty, pra artet. Po, e vërtet. Për shkak se sot është shumë e vështirë që të gjesh punë si artist. Plus që pikësunimi për sipërmarrjen, ku e shikon re vetëm pas disa vitesh në këtë rrugë që ti ke nisur? Përveç lirisë financiare që thua, sfidave, sepse kur niset një biznes, padyshim që mendohet edhe më e keqja, edhe falimentimi, ose edhe mos çuarja më tej e tij, apo jo? E ke menduar, të frikson një gjë e tillë? Nuk më frikson. Unë mund ta nis nga e para, kohë kam, jam 17 vjeç, kështu që edhe nëse dështoj me diçka, kam kohë plot që të nis nga e para dhe ta rikuperoj. Për shkak të moshës dhe të mbështetjes financiare që ke nga familja, apo jo? Se nëse një startup do të fillonte pak në një moshë më të madhe. Zakonisht ka biznese që ti nisësh nuk të duhen. A mund të niset një biznes pa lek? Mundet. Me çfarë? Nëse ti ofron shërbim, mundet që ta nisësh edhe pa investim. Të kanë thënë rej, për shembull, që po që të duhet ty kjo, se ti je i vogël, nuk doja dalësh. Po, pafund. Të kanë thënë. Pafund. Si e përgjigjur? Nuk është se më ndikon, them drejtën, për shkak se unë e di synimin tim, e di rrugën që do ndjek, edhe thjesht do ta ndjek. Dhe ku e shikoja vetëm pas 5 vitesh, për sa i përket biznesit, unë e shoh dua të kem një përmbushje personale. Se çdo gjë që bëj, për shembull, kur nis një biznes ose kur nis diçka, e nis për një qëllim personal që kam, që është më i madh se sa vetëm unë. Pra, zhvillimi personal prek çdo shqiptar. Zhvillimi personal është diçka që edhe këtu duhet vi si treg. Dhe është diçka që nëse ti e ndjek,
thjesht do përmirësohesh, nuk do të përkeqësoj për shembull si që është cigaria ose si që është këto bizneset e tabakove etj. Është diçka që njerëzve i bën mirë. Edhe unë kur shikoj që njerëzit janë mirë, përmbushem edhe vetë. Po. Ti je dedikuar tërësisht kësaj fushë. Mund të themi që ke sakrifikuar për moshën që ke, në një farë mënyre ndryshe nga bashkëmoshatarët e tu, ku ata mund të zgjedhin që të bëjnë pak qef, të dalin, të rrinë rrjetet sociale, të shtyjnë kohën në to. Ti je ndryshe. Ti punon, ti zhvillon veten. Të vjen keq që ndoshta edhe pak qef duhet edhe në moshën që je? Jo, unë qef bëj. Unë qef bëj, thjesht i balancoj. Se nuk jam vetëm unë. Ka shumë moshatarë si unë që bëjnë të njëjtën punë që unë bëj, thjesht nuk e tregojnë veten. Dhe ky mendoj që është gabimi më i madh. Nuk e tregojnë veten? Nuk e tregojnë veten për shkak... Është frika e paragjykimit? Jo, një është frika e paragjykimit, që e shoh shumë te mosha ime, dhe dy është pjesa e komplekset te pjesa e kamerës, komplekset e pjesa e o do dal unë në publik, do them këtë, do them atë. Dhe mendoj që edhe pjesa e backgroundit artistik pra teatrit më ka ndihmuar tek komunikimi, komplekset e tjera. Po ti e ke përfshirë veten tek shfaqje të ndryshme, që ka për shkolla, ke marrë pjesë, si angazhuar. Ndërkohë të pëlqen dhe të lexosh, apo jo? Po. Je tip që lexon dhe këtë ndoshta këtë shprehin e bukur që ke, lirshmërinë, frazën, e ke fituar nga leximi? Mund të them që është një aftësi e fituar? Ka pasur një ndikim shumë të madh, për shkak se unë leximin e shikoj si është kyçe për përmirësimin vetjak. Për shkak se kur ke një mentor që e ke fizikisht, ti mëson vetëm nga ai mentor. Kur ti lexon libra, mëson nga shumë mentor të ndryshëm që kanë kaluar me jetën e tyre shumë disfata, shumë sfida që i vendosin në një libër dhe ti mund të lexosh gjithë jetën e tij në një libër. Po është një libër ose një autor që ty të ka frymëzuar, motivuar, të ka ndikuar? Janë 3 libra. Janë 3 libra që nuk i ndaj dot. Një është Sekreti, 2 është Rruga e mashkullit superior, dhe 3 është Të mendo dhe pasuro, nga Napoleon Hilli. Të cilat ti ke lexuar në cilën moshë? Mund të them që Sekretin e kam lexuar para 2 vitesh, 2-3 vitesh, që në fillim. Think and Grow Rich, pra Mendo dhe pasuro, nuk është se ka shumë kohë, një vit e gjys, kurse Rruga e mashkullit superior mund të ketë diku te 2 muaj, 2-3 muaj. Rej, mua më pëlqen që ti me prezencën tënde në media dhe këtu, ke ndryshuar atë mendësinë që në përgjithësi ka shoqëria për brezin e ri. Që është një brez që nuk lexon, që është një brez që nuk punon, që nuk zhvillohet. Si mendon ti se është rinia shqiptare? Ç'a i mungon? Ç'a ka për të bërë më shumë? Nuk i mungon asgjë. Nuk i mungon asgjë, thjesht është puna, rruga e lehtë dhe rruga e vështirë. Shumë shembuj që ne kemi që mund të shikojmë në rrjetet sociale, siç janë këto që dalin në shajnë, për shembull live. Këto kanë zgjedhur rrugën e lehtë, se është shumë e thjeshtë që ti të marrësh pak famë ose të gjenerosh të ardhura kur dele dhe degeneron veten. Dhe është shumë e vështirë kur ti dele dhe jep një shembull të mirë që t'ja dalësh të shkosh diku. Prandaj është rruga e vështirë dhe rruga e lehtë. Dhe thjesht duhet dish të bësh zgjedhjen e dur. E ke përmendur shpeshherë ka dal vet, dua të arrij qëllimet e mia, synimet e mia, ta çoj më lart, ta shikoj veten pas kaq vitesh në një pozicion. Më fal, ku do ta shifje një veten se s'kam edhe përgjigje çfarë? Në Bali. Në Bali. Po. Pse në Bali? Po. Jo këtu në Shqipëri, po në Bali? Për shkak se Indonezia, pra Bali në përgjithësi quhet si vendi nomadëve digjital. Për shkak se ke një liri shumë të madhe, kosti i jetesës është shumë e vogël, pra mundesh shumë thjesht që për aq sa këtu blen një garsoniere, atje mund blesh një vilë. Kush do të ishe ti nëse nuk do ishte marrë me sipërmarrje? Kur do ishte Rej? Qofse Rej nuk do ishte marrë me sipërmarrje, sot Rej do ishte aktor. Pra këto të dyja janë paralelisht. Më thuaj pak, çfarë të ka mësuar kjo rruga e sipërmarrjes, e marketingut që ti ke ndjekur për këto vitet e fundit, atë që ndoshta këto vitet e shkollës nuk ta kanë dhënë ty si Rej? Sipërmarrja ndryshe nga shkolla më ka mësuar që ne nuk jemi të gjithë njësoj. Pra nëse kur ne shkojmë në shkollë, provimet janë, kemi 3 kafsh, një majmun, një gjiraf
edhe një nuse pashk, kush e hyp pemën i pari. Normal që do ta hypi majmuni pemën i pari. Se ne të gjithë jemi ndryshe, pra unë kam një aftësi që dikush tjetër nuk e ka. Dhe është shumë keq nëse ne testojmë me të njëjtin provim. Absolutisht. Ti do të arrish apo të bësh një shkollë për shembull arti apo një fakultet tjetër për veten tënde, për zhvillimin tënd, apo se do të bësh krenar familjen tënde apo të bësh diçka që ato duan për ty? Okej, tani. Për sa i përket arteve, unë artet e shikoj si përmbushje personale. Për shkak se kur unë merrem me art, një pjesë e ime çlirohet, futem në një botë tjetër, është një realitet tjetër. Dhe për sa i përket pjesës universitetit, për shembull për informatik, biznesi ose administrim, këtë më shumë për të bërë krenar prindrit, për shkak se nuk besoj që për sipërmarrje duhet mbarosh një shkollë, është një aftësi që mund të zhvillohet edhe vetë me provojë. Sa optimist është Rei për moshatarët e tij, për brezin e ri në Shqipëri? Shumë. Shumë, siç e thash, unë kam shumë shok dhe njoh shumë njerëz që janë rrugën e dur, zhvillojnë veten, kanë gjetur një punë, punojnë shumë fort, dhe jo vetëm miqtë e mi, po edhe shumica e moshës time e them me plot gojë që punojnë fort. Por këta të rinj janë aty në shesh, protestojnë, janë të pasigurt. Janë të pasigurt për shkak se nuk është faji i rinisë, është faji i sistemit. Një tjetër përballje jotja, të cilën ti e ke kaluar me shumë vullnet, por që të ka mësuar shumë për veten tënde, të ke njohur një vete tjetër, është pikërisht sfida me peshën. Le të shohim një foto fillimisht në ekran të Rei dhe më pas do ta komentojmë se si arriti të rrëzoj sa kilogram? Eksaktësisht? 30, pak 40. Këtu ke qenë sa vjeç? Tek fotoja e parë, ku kam qenë i shëndosh, domethënë, aty kam qenë diku te 13, 14, diçka e tillë. Mirë, është mosha ku edhe në ushqimet. Po, kishte vite që u akumulonte. Kur erdhi ai momenti që ti the do t'i rrëzoj këto kilogramët, do të dobësohem dhe pse? Ishte çështje shëndetësore më tepër, çështje e pamjes tënde? Ishte çështje shëndetësore, unë po e shikoja që frymarrja, kisha probleme me frymarrjen në të ecur, dhe edhe pjesa e shoqërisë që mund t'isha ai boli i grupit që ndikoi. Të lëndonte kur ty të thrisnin kështu? Po, lloj bullizimi për peshën? Deri diku po, por që edhe vjen një moment që bëhet edhe normale, që të ngjitet kështu si nickname, po thjesht më vinte inat që pse unë, pse s'po ndryshoj unë. Dhe e mora pak personale. Që këtu fillon, hapat e vegjël, që është pesha apo një ndryshim tjetër për përmirësimin e vetes. Kryesorja... Ti u dobësove për veten, jo për të tjerët, apo jo? Kryesorja, për shembull, çdo nisje vjen nga një pyetje. Prandaj, mendoj që kur ne të gjithë ulemi edhe pyesim veten për vendimet që kemi marrë në jetë ose pse jemi këtu ku jemi, reflektojmë. Për sa kohë arrite dhe si arrite të rrëzosh pesh? E arrita për 3-4 muaj, 3 muaj, dhe ishte shumë e vështirë, mund themi, për shkak se ishte një mundim shumë i madh. Dilja për vrap me kilometra të tëra në ditë dhe gjithë ditën mund ta mbaja me një supë dhe një sallatë. Më vonë kishte edhe probleme, pra më dolën pulla në kurriz, dhe kur shkova te dermatologja më tha që këto probleme i ke nga sforcimi i tepërt, duhet pushosh më shumë. Çfarë bëre ti? Unë pushova më shumë për një periudhë dhe pastaj vazhdova prapë. Fakti që fillove të ndryshosh, të merresh me aktivitet fizik, të ndryshosh edhe regjimin ushqimor, kjo të ndikoi edhe tek mendimet e tua, more një energji, një hoftë të re për gjëra që ti do bëje? Është e vërtet për shkak se çdo veprim që ne bëjmë në tru formon atë perceptimin që ne kemi për veten. Domethënë unë sot çdo gjë që mund ta marr ta bëj, nëse dikush më thotë që nuk është e mundur ta bëj, unë kujtohem që prit se edhe kur rash më thanë që nuk është e mundur që tu dobësoja, po unë u dobësova. Pra çdo gjë mund ta realizojmë. Krijon perceptimin për veten, çdo veprim që ne marrim, sado i vogël që tjetë. Dhe ti e kishe përshkruar shumë bukur në rrjetet sociale. Vërtet lash 100 kilogram pas, por fitova një Rei të ri përpara, i cili më udhëheq tashmë. Cila është frika e Reit? Ke frikë nga diçka? Frika e Reit është nëse
do vi një ditë dhe unë do them që pse nuk e bëra. Pse nuk e bëra x gjë. Mundohem që çdo gjë që mendoj ta provoj. Për shkak se qofse unë e provoj diçka, nesër pas nesër edhe nëse nuk ecën, unë e kam darë mendjen që e provova. Po kurse bëj, them po sikur të ecte. Kur ti përmendej që parë që duhet të zgjedhim me shumë kujdes njerëzit me të cilët ne rrim. Ka ndodhur në këto vite që ti të largohesh nga një X grup sepse ata nuk kanë qenë për ty? Po, ka ndodhur. Ka ndikuar negativisht në rrugën tënde? Ka ndodhur edhe ndodh shpesh. Për shkak se kur ti përmirësohesh dhe zhvillohesh dhe ti ke pasur një rreth shoqëror të vjetër, në qoftë se edhe ato nuk zhvillohen me ty, por të ndikojnë se të tërheqin për poshtë. Dhe ka ndodhur shpesh, unë e them, e kam thënë gjithmonë që unë nuk kam qenë gjithmonë kështu. Beson në Zot? Besoj në Zot. Jam i krishterë. Dhe mund të jetë një nga gjërat që më kanë ndryshuar jetën. Lutesh? Po, çdo ditë. Çdo ditë. Çfarë kërkon më shumë në lutjet e tua? Më shumë kërkoj udhëheqje. Unaza që ke në dorë, ka ndonjë kuptim? Unaza që kam në dorë është një projekt që unë nuk desha ta përmendja, po do ta përmend. Është një projekt i ardhshëm, është një unazë inteligjente. Au. Që janë këto butonat nga brenda? Në fillim ka nisur si projekt robotike, është një projekt i jone, dhe të matë, siç është ora inteligjente, është unazë që të matë të gjitha dhënat vitale, pra rrjet e zemrës, tensionin, stresin, cilësinë e gjumit, dhe t'i jep në telefon, në software, në aplikacion. Afrojmë pak ju lutem? T'i jep në telefon dhe të ndihmon që ti t'i përmirësosh ato të dhëna që ke. Pra të thotë si t'i përmirësosh, të jep një analizë javore, ditore, mujore. Ku i shikon të dhënat? Në telefon. Në telefon, është lidhur me telefonin. Ku mbahet të gishti tregues? Mund ta mbash të çdo gisht, mund ta mbash të çdo gisht. Ja dhe unaza inteligjente së ardhmes, që ta mbajmë, duket shumë e bukur në fakt, përveç se ka ato funksion që Rei përmendi. Tani kjo po regjistron ndërkohë që unë po e mbaj? Po regjistron, po. Të dhënat rrahjet e merat. Po regjistron, po përzihen me dhënat e mia. Okej, mund të regjistrohet dhe pastaj ta mundet, mund t'i bësh reset edhe. Ku e ke marrë? Unë e kemi bërë vetë. Është e krijuar pra. Ku e ke marrë? Do të thonë, ku e keni prodhuar, se ishte pyetja e. Në fillim e kemi prodhuar vetë prototipin, kurse kjo është një provë, sample, që është marrë nga fabrika, që ne i kemi çuar projektin edhe kanë nxjerrë provën. Wow, super projekt. Shumë faleminderit. Shumë suksese. Thjesht do investim të madh. Për çfarë? Për gjitha, për produktin, për çdo gjë do investim. Jeni munduar, se vazhdon regjistron të dhënat e mia, jeni munduar që të kërkoni investitor për këtë projekt? Po, vazhdojmë kërkojmë. Si u janë përgjigjur? Shumë mirë, kanë pasur një qasje shumë pozitive. Më përpara ti ke punuar për të arritur këtu, apo jo? Po, jo, punoj akoma. Punuar për të krijuar një kapital, pra ti punon në këtë sipërmarrje, në këtë startup që ti ke nisur, por më përpara ke punuar edhe në punë tjera, kamarier, ke punuar në aeroport, apo jo? Kamarier dhe në aeroport. Që të ndihmonte të krijonte kapitalin tënd. Pra nuk e ke kërkuar lek familjes, por megjithëse ajo të ka ndihmuar, por ti ja ke dalë vet, ke punuar vet. E vërtet, por jo vetëm për kapitalin, për shkak se të mëson edhe shumë gjëra. Një punë për shembull kur punon kamarier ti mëson të socializohesh, që të ndihmon shumë aftësitë e komunikimit. Pra, nëse ne marrim një kamarier, është i sigurt 100% që ai ka shumë më të lehtë se sa ne të shkojë te një person i ri dhe t'i flasë, t'i kërkoj diçka. Ose kur ti punon në aeroport që merresh me çdo tip njeriu, të ndihmon edhe shumë që ti njohësh, për shkak se njerëzit ndajnë karaktere. Shumë suksese Rei. Shumë faleminderit. Ndjes se zbuluam, ndoshta nuk kishe dëshirë, po më bëri përshtypje se ishte diçka e veçantë. Nuk besova se do ishte një unazë e zakonshme, se ishte trashësia dhe forma që më bëri përshtypje. Uroj shumë suksese edhe për grupin që ti bashkëpunon, edhe për dëshirat ëndrat e tua që të vinë dhe të bëhen sa më të mëdha gjithmonë. Shumë faleminderit gjithashtu. Faleminderit Rei. Kalojmë në publicitet. Rikthehemi me Bëje Vet.